Ja ku po takohemi edhe sot këtu në aktualitet në TV. Do ta nisim në fakt sot diskutimin me zhvillimet më të fundit në Kosovë dhe ato të pritshme, siç e dim, presidenti Vjosa Osmani ka shpallur edhe datën e zgjedhjeve të përgjithshme të parakohshme parlamentare në 28 dhjetor të këtij viti, pra pak pas rreth diçka më pak se 40 ditësh. Për këto dhe për zhvillimet e tjera që lidhen me gjithë të krizën nëntmujore dhe me datën e zgjedhjeve patjetër, unë kam kënaqësinë të kem lidhje drejt për drejt nga Prishtina zotin Hisen Berisha. Përshëndetje dhe faleminderit. Faleminderit dhe ju për interesin. Me këtë po e nisim në fakt, me datën e zgjedhjeve të parakohshme 28 dhjetor, po përpara datës në fakt kemi patur dështimin e votbesimit të qeverisë Konjufca, është diskutuar gjerësisht, dështimi gjithashtu edhe i votimit të buxhetit Kosovës, dhe pastaj presidentia ka shpallur normalisht ashtu siç kushtetuta thot dhe zgjedhjet e parakohshme. Një analizë të shkurtër për këtë datë, për 28 dhjetorin, po them? Po shipe, presidentja në koordinime, kam thënë edhe ma herët, po përsëris veten, se do të provojnë që të konsumojnë gjithë mekanizmat të mundshëm që lejon kushtetuta në germën e saj dhe me qëllimin që të blejnë kohën për të kaluar pas ballotazheve. Fiks kështu kam bërë një deklarat shumë kohë më herët kur ishim në blokadë, domethënë muaj shtator. Dhe këtë realizuan. Tani jemi pas ballotazheve dhe jemi pikërisht në 28 dhjetorin, pra momentin që këta strategjikisht e kalkulojnë me ardhjen e mërgjimtarëve dhe mundësinë për të votuar drejt për drejt, duke shpresuar në një kategori të cilën shumë lehtë munden me manipulua emocionet e tyre për shkak se ata e kanë Kosovën dhe atë e kanë plagë të hapur në mënyrë të vazhdueshme dhe e ka arrit që atë vakumin që kriju një farkove presidenti se diu dhe thotë që me vendimin për të mos krijuar parti në për diasporë për të letë organizuar në lobe, e pati kesh përdorur ky me hyrë në qeverisje dhe normal tani e kam po e mban atë krizë, po e ushqen në mënyrë të vazhdueshme dhe atë e ka importuar dhe në brenda shoqërisë këtu në popullit rezident që jemi në Kosovë. Mirë, po mendoj kjo s'do t'i jap efekt. Kjo ka qenë e pritur se kështu do ta manifestoj. Sa i përket dështimit të votbesimit, unë nuk shumë mos i befasi sepse ka qenë diçka e pritur, kur s'ka arrit kaloj pra Kurti që është vetë projektuesi krejt këtij skenari politik dhe një viti dështim të konstituimit dhe konsolidimit të institucioneve, atëherë prej Konjufcës farës nuk po prit që mund të ketë votat, edhe fundit fare nuk është mund të jetë fare kjo në siç po përdorin ta gjuhën e kanë përdorur dhe narrativa në Beogradit, një koordinim i partive spektri tjetër me listën serbe. Po në fakt kjo ka qenë njëra nga akuzat që partitë e opozitës janë koordinuar shumë mirë me listën serbe. Po, pra tani nëse bëjmë një analizë të hollë këtu ndarë në mes arsyes pse nuk votoi opozita dhe pse lista serbe, atëherë jemi në një rrethon krejtësisht tjetër. Po? Partitë që po konsiderohen të opozitës dhe s'ke pas ende opozitë këtu, por partitë e spektrit tjetër nuk kanë votuar sepse ka qenë një vendim i lexuar mes rreshtas, një urdhër i lexuar mes rreshtas i Shtetit Bashkuar të Amerikës se ky person nuk mund të jetë më bartës i qeverisjes, se ky nuk është partner për të ecur përpara me të dhe se ky s'mund të jetë në qeverisje. Ju i dini kanë pas 2-3 takime të gjithë liderët e opozitës në ambasadën e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Por këto mesazhe kanë marrë qartë edhe përmes Departamentit Amerikan të Shtetit dhe presidenti Trump si person i pa besueshëm, pra jo kredibil dhe i pa përshtatshëm për të qenë përpara edhe objektivat amerikane për region, po edhe interesat kombëtare të Shtetit Kosovës. Merr në veç çështjen e energjisë, komplotin që tani do të dalë në shesh, besoj do ta nxjerr një analizë shumë shpejt, që është krijuar mes vendeve të Bashkimit Evropian për të gjetur një profil lideri në Kosovë, i cili deri në vitin 19 nuk ka ekzistuar sa i përket strukturës që ka drejtuar me shtetin që nga liria apo pavarësia deri në vitin 19, dhe tani u gjend ky dhe është përgatitur si personi që do t'i bëjë rezistencë çdo iniciative amerikane në rajon. Dhe pikërisht çështja energjetike është ajo që është aseti më strategjik
përmes cilit Rusia mundohet të arrujë impaktin e vet, jo vetëm Bashkimin Evropian, por ka provuar në Ballkan gjithsesi, se Ballkani ka portën për daljen e det. Dhe Kosova ishte pika përmes cilës SBA provuan të krijojnë pavarësinë energjetike për Kosovën dhe rajonin. Dhe ju e dini, pas njohjes së Izraelit ishte çështja e gasifikimit, ose para kësaj ishte në vitin 2017 kompania amerikane Qatar Global për ndërtimet e zemërcentralit 3, me qenë se ne jemi vendi me duket të rangohem diku ndër 5-shën e parë botërore për rezerva fosile të energjisë, pra me thëngjillit. Dhe të dy këto projekte i refuzoi Kurti. Pra, ky na del një projekt i disa shtetet Bashkimit Evropian, në koordinim me Rusin, ku hyn, ju e dini qëndrimin e Merkelit në raport me Serbinë, po edhe të Macronit edhe sot në raport me Serbinë dhe Rusin, dhe e projektuan Albin Kurtin për ta. Tani të gjitha këto janë të lexuara në mesazhet që kanë shtetet e bashkës. Mendoj dhe prandaj edhe ky nuk ka loj, përkundër faktit që e kishte mundësi ta bënte shumicën, se ishte partia e parë fituese, por nuk kaloj dhe nuk do të kaloj më. Në pozitin bëhat detyrimet që ka marrë nga sponsorët e tij politik, e që janë anti-shtetit Kosovës, për zhbërën kushtetuese të tij, dhe të cilët funksionojnë me logjikën e kartelave, mos përmbushja e detyrimeve që në pasoja, dhe është në anën tjetër me qëndrimin e SBA-ve që nuk duan ta shohin mas si pjesë qeverisë në Kosovë, sepse nuk e konsiderojnë si partner staj, populli mund ta votojë. Mirë, po Kosovë pastaj kalon në izolim dhe na dim se ku të çojnë këto lloj izolimi, që më së miri e keni marrë në Shqipëri. Tjetër, pra, kjo është çfarë ndodhi, mos votimi, mos kalimi i zotit Konjunca pas provave të Kurtit, ka qenë një produkt i një shteti të thjeshtë institucional që unë kam paralajmëruar edhe përpara. Pra, këta kanë këta, domethënë, pozicionet e tyre ka konfirmuar edhe vetë gjykata supreme duke duke i konsideruar si të delegitimuar për të kryer detyrat kujdestare të qeveritarëve. Unë mendoj se kjo mosvotimi apo moskalimi i zotit Konjunca pas tendencave të Kurtit ka qenë për shkak të një shteti të thjeshtë institucional që bën brenda institucioneve të shtetit. Pra, ju e dini, TEU ka konfirmuar edhe gjykata supreme duke marrë një vendim që i delegitimon këta si kujdestarë të qeverisës, po ashtu edhe një zhvillim diplomatik ndërkombëtar që u shkaktua më për faktin se ta provuan të ndikojnë dhe ta hendikepojnë funksionimin e gjykatës kushtetuese, për cilin Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë reaguar mirë të prerë dhe në kanë futur në sanksione, faktikisht përmes rrezullimit të dialogut strategjik. Pra, tani kanë futur shtetin në një blokadë vetë dizajnuar për ta shmangur përgjegjësinë e përballjes me menaxhimin politik dhe ligjor, për cilin pra për këto 5 vite kanë treguar pafsi dhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës de facto janë nxjerrë jashtë procesit. Pra, unë mendoj se mosvotimi ka ardhur si rezultati i një pasojë të natyrshme është kur e humb legitimitetin e shumicës dhe për shkak shkeljes sistematike që i kanë bërë edhe sistemit të kushtetues, edhe vetë gjykatës kushtetuese dhe pasoja të tjera. Pastaj keni pas përballjen me çështjen e refuzimit të prokurorisë speciale, kur u ftua për shkak të keshpërdorime vjedhjeve në rezervat e shtetit dhe mohimin e pozitës të prokurorit shtetit, edhe pse ishte kaluar gjitha filtrat, duke pretenduar të si një personalitet i cili tashmë është kontestuar dhe doli edhe publikisht këtë botim media për shkak të bashkëpunimit me hershëm me regjimin e Miloševićit. Kështu që unë mendoj se janë një sër faktorë që kanë çuar deri aty, përjashto ato se Shtetet Bashkuara të Amerikës e kanë nxjerrë jashtë domenit të atyre bashkëpunëtorëve me të cilët do të mund të çonin proceset përpara. Dhe kjo pra ju besoni që në datën rezultati i humbjes së majorancës të kësaj partie e jo të koordinime me listë serbe që janë shprehje shumë fyse për parti që faktikisht në ADN e tyre kanë ushtrisë të pra, ti beson që në datën 28 dhjetor, pa çka datës së vendosur dhe ardhjes së mërgjimtarëve, po them diasporës Kosovës, lëvizja vetëvendosje sërish do të humbas në atë mas sa që të mos ketë më mandatarin, se nëse prodhojmë një situatë ngjashme ku ata
prap janë diçka më sipër, pra janë të parë të relativisht prap futet në ngërç politika, nuk zgjidhim gjë. Po, unë kam të trajtuar se gjitha partitë kanë me shku drejt votës bazë themeltare. Po. Dhe ne tash i tim partitë se cilat është baza atyre votave. Domethënë, nëse marrim le të kem kustilet 24, 26, kur s'ka pas më shumë dhe ramit i ka vetëm për ndonjë arsye të thellë për plaseve të brendshme. Po. Partia Demokratike ka qenë një parti që ka osciluar mes 29 dhe 33 gjithmonë. Kjo është baza e votave. Rritet pastaj janë çështje e ndonjë momenti, por këtu mbetet baza, kurse Vetëvendosja është një parti që ka osciluar gjithmonë te 16%, 14-16, dhe tani unë pres se kjo mund të shkojë shumë të deri në 22%, sepse edhe non shkurti i tregoi se ky ra në 25%, kur të heqim aleatët që kanë koalicion. Si parti e vetë, më është 25%, që unë kisha parashikuar për të tjetë tek 24-26%, dhe aty është. Por trendet e tashme, pa marrë parasysh që po ndërton këtë narrativën e viktimizuese për të fshehur atë në përgjegjësinë e saj për krizën që ka shkaktuar në vend, edhe Mërgata tashme ka lexuar këtë dhe ju e pa se veprimin e parë bëri pas shpalljes së datës diellit doli në Zvicër dhe organizoi një takim emocional, siç din ky me indez masa të mirë, unë besoj se qytetarët e kanë lexuar, jo vetëm mesazhin që ka dhënë ky përmes izolimit të vendit, varfrimit të skajshëm dhe lënien si alternativë vetëm ikën nga vendi, por edhe qëndrimet opozitarë që kanë zbardhur në vazhdimsi sjelljen e tij politike dhe dëmet që janë shkaktuar vendit të gjitha sfera, edhe sociale, ekonomike, shëndetësor, në gjitha, në raporte diplomatike, në izolim ndërkombëtar, po edhe në raport me institucionet e ndjeshme, siç është forca, policia e tjera, ku ka provuar të ketë impaktin dhe faktikisht i ka degraduar tërësisht përmes duke mbajtur propagandën gjallë që ka bërë aty ku ta di unë prefishim të buxhetit e ku ta di po që qëndrojnë aty. Unë dua të vi pikërisht tek buxheti, meqenëse si çështje e dytë, se problemi më i madh i gjithë kësaj veç krizës politike dhe izolimit ndërkombëtar duket se është edhe problemi i buxhetit dhe për shembull ditën e sotme Prishtina është gdhir pa transport urban, për shkak të mungesës financimit të fondeve nga Ministria e Transportit, siç ka thënë kryetari i Bashkisë Prishtinë, zoti Rama. Po jo vetëm çështja e bashkisë dhe e transportit, po dhe njësër, po themi dikasterësh dhe njësër shërbimesh të tjera do të ngelin pa u paguar. Ndërkaq nuk u votuan marrëveshje ndërkombëtare që sillnin grante ditën kur nuk u votbesua as qeveria Konjufca. Sa e rënd mund të jetë kjo situatë? Këto deklarimet e tij në seancën e mosvotimit të kurtë, apo tendenca për të zgjedhur mandatarin e dytë, po çojmë në mandatarin e dytë. Këto ishin thjesht propagandë, aty filloi edhe fushata elektorale. Ajo po tërkalojnë aty, marrëveshje ndërkombëtare miratuar ato që i zhbllokojnë fondet për Kosovën janë miratuar në legislaturën e kaluar, por me qenë se s'pati prezencë të opozicës, ai foli dhe i bëri shefit vetë, foli për atë kontingjentin e që i quajnë analfabet funksional dhe për krajnë në vazhdimsi për të mobilizuar të energjitë elektorale të tyre, por këto nuk janë të qëndrueshme, me këto e kemi demantuar në disa raste, jo personalisht unë që kam shkruar pa atë ditë gjatë seancës, po edhe shumë tjerë, me prandaj edhe tendenca dhe mosvotimi i atij buxheti do bëj pikërisht sepse ai buxhet nuk është i qëndrueshëm, pra është një buxhet i paqëndrueshëm dhe është jo serioze. Ishte një tregues i shkollës së lartë të papërgjegjësisë institucionale dhe ligjore dhe ishte i ndërtuar tërësisht mbi një logjikë elektorale. Domethënë kur ai thoshte se unë kam dhënë 1 miliard euro për ushtri, ajo është një gënjeshtër e plotë, sepse 4 miliardë është i tërë buxheti i Kosovës, ka veç ushtri, por ka edhe disa prioritete tjera, domethënë vishja e tash me infrastrukturën nga rreshja e fundit e deri me sot kemi disa aksidente trafiku me tragjike, domethënë fatale, me humbje jetë njerëzish. Mu për shkak të infrastrukturës është shkëtruar. Rruga Kombit është shenjë. Aty zhvillon një shpejtësi 100 km/h dhe në moment vjen asnjë sinjalistik. Në asë në rrugë, asë transnacionale, asë lokale, nuk e. Pra, kjo është një situatë të mërshme dhe nuk ka kur farë logjike zhvillimore ky buxhet, ka pas thjesht elektorale,
dhe nuk është bazuar fare në nevojat reale të shtetit. Pra në një situatë është një situatë e qartë që qeveria ka humbur likuiditetin e vet, që unë kam theksuar edhe shumë herë. Për sa i përket mbylljes së transportit në Prishtinë, këto nuk janë rasti, janë pasojat direkte kolapsit financiar që është shkaktuar nga politikat e gabuara që në përdorur fiskale. Kështu që me ato shpenzimet e pa kontrolluar që ka provuar ky ta blej votën, të blej emocionet të qytetarë, ta blej varfërinë e tyre, njerimin e tyre, tani po i huën edhe pasojat. Opozita nuk mundet me majtë përgjegjëse, sepse nuk është një sjellje shumë e gabuar, sepse votimi i buxhetit është çështje e tij dhe e delegitimitetit të tij se s'mund të sjellë buxhetin e kuvendit e Kosovës. Mos harroni se buxheti është buxheti është një akt ligjor që duhet ta sjellë një qeveri legjitime. E tani shtrohet çështja nëse kjo qeveri ka legitimitet. Qeveri legjitime quhet një qeveri që merr votimin në kuvend. Kjo qeveri nuk e ka. Prandaj unë mendoj se edhe për shkak të kësaj ky mundohet me transferu fajin, të thonë se opozita s'ma votoi buxhetin, lista serbe në nënën. Ka paralelizëm mes tyre, po ka një akuzë janë futur në shtetësi financiare për shkak të qeverisë, jo për shkak të opozitës. Ka një akuzë politike edhe për këtë nga ana e lëvizjes vetëvendosje për partitë e tjera, po them, të opozitës, që po përpiqen që të ndëshkojnë qytetarët për faktin që kanë votuar Albin Kurtin, pra lëvizjen vetëvendosje. Siç citohet rasti i zotit Lumir Abdixhiku për punonjësit e radio televizionit, apo jo. Pra, për atë fakt se kanë votuar vetëvendosjen dhe s'kanë votuar partitë e tjera, ndoshta LDK-n apo Partinë Demokratike, tash duhet vuajnë pasojat. Po, kush e ka në dorë ndarjen e buxhetit për punëtorët e televizionit dhe për të gjithë punëtorët e administratës publike, shërbimit publik. Kush e ka në dorë? Një, e ka qeveria. 2, buxheti ekziston dhe edhe kur nuk ka buxhet të miratuar, ligji për menaxhimin e buxhetit dhe përgjegjësive e ka të sqaruar dhe ka mekanizmin që nuk i fut në krizë për paga deri diku në muajin e 4, sepse i lejohet pagesa e 1/12 në këtë rast. Po. Të buxhetit për çdo muaj vitit që vjen nga buxheti i kaluar. Se nuk marrim paga në buxhetin e 2026, kjo është një balon i zbrazët, ku s'ka buxhet. Prandaj kjo është një spekulim. Te punëtorët e televizionit duhet ta bëjnë qartë, se unë kam qenë pjesë e bordit të RTK-s kur isha ushtarak, para 12-13. Buxheti i RTK-s është brenda buxhetit të kuvendit, meqense se ajo është mekanizëm i kuvendit. Ndarja e pagesa bëhet çdo 3 muaj. Çdo 3 muaj vjen lista e punëtorëve dhe vetëm me një nënshkrim të sekretarit kuvendit buxheti bartet në llogaritë e tyre. E kuptoj. Pra, kritika po ndodh, është spekulim, është tendencë për të krijuar pakënaqësi dhe për t'i faturuar këto se dikush brenda kuvendit që ka pengesa. Jo, kur të duan, le të vinë mediat, të shohim rregulloren e kuvendit, ta shohim ligjin e buxhetit, ta shohim mekanizmin se si bëhen pagesat çdo 3 muaj për punëtorët e televizionit. Pra, vetëm me një nënshkrim. Këta kanë zgjedhur fakte. Duhet miratuar raporti i drejtorit përgjithshëm të televizionit. S'është e vërtetë. Ky raport miratohet në mars. Sepse atëherë dhe bëhet gati me 30 mars bëhet raporti i vitit kaluar. Kështu që tani s'mund ta miratojmë. Tjetër, komisionet duhet të ekzistojnë komisione, se këta pretenduan me i kriju komisionet, pastaj me funksionu me këto komisione qeveria detyrë, komisioni i financave edhe i politikës jashtme dhe kuvendin e ka dhe kështu pretenduan me marrë shtetin peng. Por komisioni është një hap teknik, por që nuk e cenon legitimitetin e ndarjes së buxhetit për pagesat e punëtorëve të televizionit. Pra, kjo mund të bëhet pa këtë hap teknik, sepse ky nuk e delegitimon këtë proces. Ky është thjesht një formalitet që ekziston pranë parlamentit, por kur ka qeveri legjitime. Këtë rast po flasim për një staf qeveritar të delegitimuar. Prandaj nuk qëndron kjo. Kjo është thjesht për marrëdhënie. Unë jam i interesuar të flasim pak edhe për atë se çfarë ka ndodhur brenda Partisë Demokratike të Kosovës. Ndorheqja e zotit Memil Krasniqi, ish kryetar, dhe zgjedhja e kryetarit të ri të Partisë Demokratike të Kosovës, zotit Bedri Hamza. Zërat
qarkullojnë dhe thonë që u bë një lëvizje detyruar duke qenë se po shkohet drejt zgjedhjeve të parakoshme dhe duhet që të mos jetë më ai dualizmi kryetar kandidat për kryeministër, por kryetari të jetë edhe kandidat për kryeministër, kështu që zoti Bedri Hamza si figurë mund t'i përfaqësoj, po themi të dyja këto poste, edhe kryetarin e partisë dhe atë kandidatin për kryeministër nga kjo forcë politike. Si mund ta analizojmë? E para nuk qëndron kjo se kryetari i partisë duhet jetë edhe kandidati për kryeministër. Të ka dëshmuar edhe që kjo parti që ka qeverisat, ky shabllon është krijuar dhe është krijuar një lloj tradite, sa që zgjedh kryetarin i parforme i ka edhe përmbush dhe kriteret për çëm jo, vetë sepse zgjedhja kryetarit është një vot më shumë populiste, kurse zgjedhja kandidatit për kryeministër janë kritere. Janë historik suksesi, dëshmi profesionale, shkencore, ku ta diun që mund ta sjellin kandidat për kryeministër, kështu që vjen poshtë ky shabllon edhe ky pretendim. E dyta, mendje ka marrë drejtimin e partisë në umet kritik, pra kur kem pas një goditje të madhe për shkak të arrestimit të liderëve kryesorë. Dhe pa dhënë dorëheqje edhe zoti Hoxha, dhe kështu që ne kishim një rënje, të cilën faktikisht arritëm me ndalë dhe me kry prapë, duke u ngritur në rezultate. E filluam me zgjedhje të pala atë botë, mas Ministerikës, dhe kështu kemi ardhur gjithmonë kemi mbet partia e dytë, fuqishëm, edhe sot jemi, sa i përket votës popullore në zgjedhjet lokale, prapë jemi partia e parë. Por këto pak rëndësi kanë, rëndësi që është se mendi me largimin nga drejtimi i partisë kësaj radhe, faktikisht e krijoi një standard të ri kulturë në politikën kosovare, se nuk ka ndodhur diku që është në kalb zbres nga kali, as më tepër kjo pjesa veriore që kanë atë mendësinë siç thoshte kushtos një lider politik i së majtës të kjo për doktor Berishën dhe këtë të i rapali. Dhe këtu tek neve është kjo mëndësimi, po mendi të futi një standard të ri dhe shqipe, ne jetë një bëjmë planifikime dhe afatgjate, mirë po është shumë ku e shkurt për të përbush gjithë objektivat. Prandaj edhe për këtë kohë të shkurt ne duhet të planifikojmë gjithmonë realizimin e këtyre objektivave afatgjate. E tani ka një moment në proces politik dhe një jetë kur e merr vesh se nuk ke mundësi me dhanë më tepër. Dhe pastaj krijon hapësirën për me energji të reja, lidership të ri, angazhimin e njerëz me potencial të ri dhe ka ndryshuar dhe standardet drejtuese. Unë mendoj se Bedri Hamza shënon një vizion të ri dhe këta është kapitull 3 për PDK-n dhe është një konsolidim shumë serioz për zgjedhjet e ardhshme që na presin. Pra Bedri Hamza është një prej figurave profesionale që ka pasur akses në menaxhim ekonomik dhe institucional dhe gjithmonë kam thënë se vendi ka nevojë për një qeverisje serioze, jo më me këto improvizime ideologjike, revolucione me shamia kuqa, me propagandë, siç ka provuar kjo qeverisje, që prapë ishte mrekulli që erdhi dhe të paktën tani qytetarët kanë dy alternativa qeverisje para vetit. Pra, unë mendoj se Bedri Hamza dhe PDK kanë nxjerrë kandidatin më kredibil për kryeministër, një njerëz që ka një bilanc real edhe në punë dhe nuk ka, sepse ka qenë guvernator, ka qenë ministër financa, pikërisht periudhën kur në Kosovë është trashëguar komplet situata krijuar nga lufta dhe sot ka një transformim ku çdo kund e ka në nënshkrimin Bedri Hamza. Pra ky nuk Hamza, pra ky nuk është njeri i retorikave boshte. Është ndoshta një moment pas kritik dhe më i qelluar për ardhmën e tij për të bërë një ristrukturim dhe një rikthim drejt standardeve të qeverisjes së mirë. Kurse në kontekstin e kësaj krizës aktuale, domethënë politike, por edhe financiare, mendoj se profili i Bedri Hamzës nuk është vetëm opsion politik, por është edhe në nivoj shtetëror. Prandaj edhe Partia Demokratike do të hyjë në këto zgjedhje jo më si një parti opozitare, por si një parti që ka pretendime përfitore dhe që ka një kandidat me kapacitete reale për me menaxhuar në veç vendin e procesin përpara. Unë doja të kuptoja nëse vërtet zgjedhja e Bedri Hamzës është një zhvendosje, po them edhe në imazhin dhe në komunikimin politik të Partisë Demokratike të Kosovës, nga se po përdor tani atë etiketimet siç i njihet PDK-ja, nga partia e luftës dhe e komandantëve, të partia e menaxherëve dhe e teknikëve, po them, administratorëve. Apo jam gabim? Çve. Kalimi nga partia e luftës dhe komandantëve. Ju e dini se të gjithë revolucionet kanë pësuar për shkak se cilësia e luftarit.
modestia dhe toleranca ndaj gjithë dhe pastaj. Se gjithmonë fitimtari me mëshiron edhe viktimin. Edhe një, imagjinon, ne kemi mëshiruar edhe njerëzit që kanë bashkëpunuar me Serbi. Pse? Për mendu se ata vetë kanë me u abstrahu, kërkush që ka mohu të drejtën u zhvillu në aspekt shkencor, biznesor e tjera, mos e dëmtoj shtetin, mos e dëmtoj kauzat kombëtare që në arsimi shëndetësia tjera, por jo me vrapu nuk unë balë. Prandaj edhe pushtetit e pas revolucioneve, pas luftës në vendin tonë, gjithmonë i takojnë atyre që e ideun, e organizuar dhe bën atë revolucionat luftës së vendit. Dhe kjo është standard normal. Tani do të thoni ju, cila është udhëheqja, a shkatruar ata vendin 20 vjet? E po nëse vërtet ka qenë ndërtuar dhe ne e morëm për shkatrum, atëherë po pajtohen, me shumë e di që është rënori. Unë tani sot duket parë disa fotografi Prishtinës, parë fotografi Gjakovës, Pejës. Kjo është pa imagjinueshme ndryshimin kolosal, nuk shep më gjurmë, me shku në Bosnën, Kroacia, lake gjurmë luftës edhe rënoja. Këtu nuk shep. E pra është rezultati këtij kontingjenti, ti Bedri Hamzës, me një profil intelektuali, por që ka qenë pjesë edhe strukturave politike dhe ushtarake të kohës. Të gjithë kanë qenë ta pjesë. Bile edhe membri ka qenë fëmijë i shkollës gjimnazit atje dhe kanë organizuar një del që na do të flamojnë ushqeke me jemi me ty, dranicjen me stadion. Pra, nuk kemë të bojnë këtu. Qife, na kemë bojnë me kodin genetik të leadershipeve. Kemi këtë kod genetik që udhëheq sot Partinë Demokratike, që udhëheq dorën zemrë dhe Lidhjen Demokratike dhe Aleancën edhe nismën. Dhe kemi bojnë me këtë kontingjentin, tu fillu me zotin Kurti, që është infiltruar, keni batonazhim në atje, keni në Tiranë, pyetme. To që po thamun le ta konfirmon. Në takimin e Brezovicës me Stanishicin, që kanë pas disa personalitete të Kosovës, Përshrinjës, Surrojle, Vakalli dhe tjerë që kanë qenë ato, ka marrë detyrë për ta infiltruar Kurtin në lëvizjen studentore. Bëri atë ponin me Rikallon që tani e lufton gjëja si Serb Kutadione, dhe sollën dhe erdhën u futën me lëvizjen vetëdorëse duke mohuar çdo rezultat, çdo arritje të këtij vendi, por kjo do pavarësi. Kjo e quajt aktratije. Dhe këta janë njerëz që nuk kanë investuar asgjë në krejt ka quhet sot Kosovë. E lirë, institucionale, funksionale, pranuar të tjera. Pra, janë njerëzit që ndërtuan këtë narrativin se duhet bërë reformë dhe shpëtuar Kosovën ose Partinë Demokratike nga njerëz të luftës. Po mirë më zoti. Në Partinë Demokratike ishte në luftën e UÇK-s ishte Staliçeku, oficer kapitan, intelektual, domethënë, doktor shkencë në drejtësi, njeriu që implementoi kushtetutën e Kaçanikut dhe bëri rregullor në komunës Deçanit mbi atashi. Ishte Agim Ramadani, i cili vjet mori çmimin Grand Prix për pikturë. Ishte poet, ishte oficer me Akademi Ushtarake inxhinier i komunikacionit. Ja mori këtu që po flas me ju. Që u shkollova në Armat, në Fakultetin Juridik Prishtinë, tek ju në Tiranë Juridik, në Zallë, herë, në Budapest diplomati dhe ja ku jam. Dhe çfarë, mas lufte pastaj specializime në SBA, në Angli e tjera. Dhe çka për pandemin e. Unë vetëm nuk mund të deroj situatën si para 2-3 netësh të kisha në një media, kur ma sjellën atje një njeri të smur, i cili ka kriju një portal të vetin në Londër, dhe dhe le flet në media këtu i referuat si shkruan në portalin Ky Shtat dhe i citon vetën me ato etiketimet se një Serbia për 20 vite pas ka instaluar struktura që e kanë rujt Kosovën në ingrenencët e Serbisë. Kush janë kanë ata? Hashim Thaçi, ka shumë Ramush Haradini, Isen Berisha, e shumë burra tjerë që në Kosovë sot në politik, po i lutën. E tani, nuk mund të thuhet se Partia Demokratike për ju kthehet administratorëve teknik. Të gjithë në Partinë Demokratike mirë ka qenë me riu. Janë pjesë e strukturave që kanë bërë dikur luftën, kanë drejtuar luftën, por ka mujt me qenë pozicione më larg via frontit që kanë thonë për arsimin, ta zom me menaxhullë financës edhe nuk ka pas patjetër. Pra, nuk duhet parë këtë prizëm thjesht Partia Demokratike në çdo ndryshim të saj. E ruan në ADN e saj luftën dhe ushtrisë shërimtare të Kosovës dhe vlerat kombëtare, sepse është parti konservatore, dhe vlerat konservatore, e cila i ka shtyllat kryesore për ndërtimin e identitetit tonë kombëtar, që ende jemi në kërkim të një autenticiteti kombëtar, dhe kjo duhet të fokusohet në besimin Zot, në vlerat e familjes, pronës, ligjet dhe kushtetutën. Zatën këto janë edhe shtyllat që mbajnë edhe demokracinë amerikane. Qartë.
Zoti Berisha, ishte kënaqësi. Falenderoj për bisedën si zakonisht edhe për opinionet. Faleminderit edhe ju. Ishim me ish deputetin e Partisë Demokratike të Kosovës, zotin Nisem Berisha, folëm për disa çështje të aktualitetit të zhvillimeve dhe të pritshmërive të Kosovës. Kujtojmë që në datën 28 dhjetor të këtij viti, presidenti Osmani ka shpallur datën e zgjedhjeve të reja të përgjithshme të parakohshme. Veç për pak dhe rikthehemi në bisedën e dytë. Mirë, jemi rikthyer. Në këtë pjesë të dytë do të flasim për disa zhvillime të rëndësishme ndërkombëtare të kohëve të fundit dhe në fakt ato që çfarë pritet të ndodhë në vijimsi të këtyre zhvillimeve. Unë kam kënaqësinë të kem në lidhje të drejtë për drejtë si zakonisht studiuesi në çështjeve të sigurisë nga Polonia drejtë për drejtë Elianos Kasa. Elianos, të përshëndes. Faleminderit që jemi së bashku. Vetëm faleminderit që shumë për ftesën. Po e nisim në fakt me një zhvillim që ka qenë kryefjalë të gjitha mediave botërore ditët e fundit, plani i presidentit Trump për Ukrainën, i ashtu quajtur plani me 28 pika, i cili ka ngjallur mjaft debat. Presidenti Zelenski është vënë në një pozitë mjaft të vështirë edhe prej deklaratave të tij, gjithashtu edhe krerët e vendeve të Bashkimit Evropian, vendeve kryesore të Bashkimit Evropian, duket se nuk kanë rënë dakord me këtë plan të presidentit Trump për t'i dhënë fund konfliktit në Ukrainë, kundër të tjera, po themi, përmban lëshime territoriale që Ukraina do duhet t'i bëj Rusisë. Nga ana tjetër, Ukraina kërkon dhe vendet evropiane gjithashtu kërkojnë garanci të forta sigurie nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ti si e ke parë këtë zhvillim? Atëherë, gjatë fillimit të kësaj fundjavë, presidenti i Shtetit Bashkuara Donald Trump ka prezantuar një plan 28 pika, siç edhe ju e thatë, në cilat synojnë të dhënit fund të konfliktit armatosur ruso-ukrainas që në shkurt të 2026 do të bëhet 4 vjet. Po. Me thënë që nga fillimi në shkurt të 2022. Fillimisht nuk ka qenë i bërë ditur të gjitha pikat të cilat sot zgjidhin shumë debat. Kryesisht prej medias perëndimore është sulmuar si një plan i cili jep Rusisë pak a shumë gjithçka që ajo kërkon, por nuk kanë vonuar edhe kundër reaksionet që kanë ardhur fillimisht nga Slovakia. Kryeministri slovak Robert Fico e ka përgëzuar planin dhe e ka suportuar atë si të vetme mënyrë për t'i dhënë fund të konfliktit armatosur në Ukrainë. Njëkohësisht duke mos kërkuar vijimin ose një mundësi eskalimi të ardhmet kundrejt Federatës Ruse. Më pas ka qenë kryeministri hungarez Viktor Orban që ka mbështetur, duke thënë se pavarësisht se sa mund të sulmohet ose sa mund të kritikohet plani i paqes, tek e fundi bëhet një plan paqeje. Dhe paqja është gjë më e rëndësishme që sot ne na duhet. Nuk na duhet vijimi për të arritur kondita të cilat mund të jenë të favorshme për ne, dhe atëherë le të shikojmë se mund të ulemi apo jo. Pasi siç e dimë, Rusia është fuqi bërthamore me arsenal të armëve të shkatrimit në mas, dhe nëse gjëra do të shkojnë deri në këtë farë pike, dhe kryeministri hungarez e ka theksuar, ne dimë se do të jetë skenari më i keq. Plani gjithsesi është sqaruar më pas. Kryesisht konkludon në faktin që Rusia ka për të marrë plotësisht republikat ose territoret e Donbasit, pra Republikën e Donetskut dhe Luganskut. Krimea gjithashtu bëhet përfundimisht pjesë e Federatës Ruse, me të drejta kushtetuese të tjerë. Zaporozhja dhe Kherson, të cilat janë sot në gradën 55-60% të aneksora prej Rusisë, do të mbeten në vijat aktuale të frontit. Ndose prej tyre nuk ose ka mbetur diçka shumë e madhe, flasim diku te 45, 40 ose 30% ka ngelur pa u aneksuar akoma, kështu që derisa të bëhen diskutime do të ketë 100% në shumë mundësi. Do të ketë sigurisht diskutimet pritet të mbajnë në Zvicër apo jo? Shkëmbim të burgosurve të luftës, shkëmbim të trupave të ushtarëve të rënë, pra siç e di diçka që po ndodh aktualisht, nuk se nuk po ndodh. Më pas ka për të qenë krijimi i kordonit sigurie në centralin atomik të Zaporozhjas, i cili do të jetë 100 neutrale, dhe prodhimin e qisë të cilë do të ndahet midis dy rajoneve. Pra Zaporozhja do të prodhojë energji dhe për Ukrainën dhe për Federatën Ruse. Njëkohësisht Ukraina do të detyrohet ta presë në gjysmë ushtrinë e saj për ta përgjysmojë numrin e ushtarëve aktiv në vend. Nuk do të ketë mas me rrezik të lartë goditje ose armë të shkatrimit të mas. Njëkohësisht, ashtu si Austria në vitin 1955, Ukraina do të
detyrohet të adaptoj neutralitetin dhe në kushtetutën e saj. Njëkohësisht edhe NATO do të bëjë deklaratë publike dhe një nen të ri me shumë mundësi të NATO-s, i cili ndalon ekspansionin e mëtejshëm në zonat, teritoret, cilat quhen si vija sigurie të Bashkimit Sovjetik, të Federatës Ruse. Vletë të themi zonë post-sovjetike. Dhe do të supozohet krijimi një kordoni sanitar ose buffer zone, siç quhet në anglisht, në zonat midis Donjeskut, Luganskut, territoreve të Zaporozhja dhe Hersonit, e cila do të jetë një zonë disa qindra kilometra, por me një fakt të veçantë që nuk do të ketë ndërhyrje të trupave të huaja. Pra, asnjë tim amerikanësh, francezësh, hungarezësh nuk do të ketë. Rusia nuk e pranon, asnjë trup NATO nuk do të shkelin në Ukrainë. Ndërsa për pjesën e rindërtimit të Ukrainës është vendosur që do të merret diku tek 50% nga parat e ngrira ruse, pra në bankat evropiane do të merren ato, dhe 50% do të vinë nga banka botërore, e cila supozohet ka për të qenë një shumë e barabartë me të dyja krahët, as më shumë as më pak, për ndërtimin e Ukrainës, plus dhe sponsorët amerikanë, evropianë e të tjerë. Ajo që bie gjithashtu në sy është, ose ka qenë fakti, që pala evropiane nuk është pyetur ose nuk është kërkuar në të themin e diskutimet e këtij pikave të planit. Ndërsa pala ruse sigurisht ka qenë nevojë të mbetej në kontakt të vazhdueshëm. Në fakt, ky ka qenë edhe një arsye kundërshtimit të kancelarit Merz dhe presidentit Macron. Kundërshtimi u shpreh qartë në samitin që përfundoi dje në Afrikën e Jugut, samitin e G20-s. Po që këtu ka një ndryshim të fortë, pasi ne dimë që kryeministri Viktor Orban dhe kryeministri Robert Fico e kanë theksuar dhe kanë enfazuar gjatë gjithë kohës që Evropa duhet të propozojë plan paqe i cili nuk është vetëm në benefit të Evropës. Pra nuk duhet të tregojmë egoist e të fillojmë një lloj kalvari, i cili konsiston në faktin që ne jemi superior, Rusia nuk do t'ja dalë për shumë kohë, pasi Rusia po bën 4 vjet në luftë dhe nuk po shkon në kolaps, nuk po shkon në deficit, nuk po shkon në të themin krizë të thellë ekonomike e të tjera. Pra, është problemet që ata kanë që ne i dimë, edhe asnjëherë se ata po avancojnë në front. Pra, duke se këto të gjitha, edhe siç edhe kryeministri Orban e kishte parashikuar, dhe ky lloj, le të themi, snobizmi ose feudalizmi e anës evropiane ka çuar në atë që ne sot e shikojmë si një mënjanim ose një linje jashtë loje të Evropës. Pra, askush po pyet më për Evropën. Dhe në fund gjë ka shkuar siç pala hungareze e prezantoi. Të dy takimi midis SBA-s dhe Rusisë, një lloj jalte. Qartë. Do të ndahen zonat e influencës, do të ndahen pikat kufitare e të tjerë, zonat ushtarake, gardet, muret, fortifikimet që kanë për të ndërtuar, dhe këtë do të jetë fundi i gjithçkaje. Nëse Evropa ka për të bërë thjesht spektatorin, ose do të mundohet të pompojë në anën monetare ose anën e armëve, po që nuk duket se ka për të shkuar gjatë, pasi amerikanët kanë bërë të qartë që në datën 27 nëntor, nëse Ukraina nuk i pranon pikat e planit, nëse Ukraina nuk ulet në dyert bisedimeve dhe nëse pala evropiane vijon të shtyp për drejtimin e luftës, atëherë amerikanët janë jashtë kësaj loje. Ata do të dalin jashtë edhe kanë për të rikuperuar njëkohësisht gjithë marrëdhëniet me Rusinë. Ai është propozuar gjithashtu, tekstuar te plani me 28 pika, është propozuar edhe reintegrimi i Rusisë tek G7, siç ka qenë deri 2013 në G8, reintegrimi i Rusisë në institucionet evropiane ose në ato ndërkombëtare, që flasim që janë pro-perëndimore ose të orientuara nga euroatlantizmi, dhe një heqje e dalë të sanksioneve ruse dhe riadaptimi i Rusisë në tregun euroatlantik, në kompanitë e të tjera. Gjithashtu, një fakt i fundit është sot në Gjenev po bëhen diskutime midis palës amerikane, palës ukrainase dhe disa reprezentuesve evropianë. Dhe sipas raportimeve të fundit, të këtij mëngjesi, delegacioni amerikan ka dalë me deklaratën, e cila situar edhe nga RBC Ukraina, një kanal lajmesh Ukrainas, që Ukraina ka pranuar shumicën e pikave amerikane, ka arritur një lloj, le të themi, dakordësimi në shumicën e pikave amerikane, por gjithsesi për sa i përket zonave kufitare, reparacioneve dhe konfliktit, akoma është në bisedim e sipër, por ukrainësit kanë pranuar reduktimin e forcës ushtrisë ukrainase
ndrimin e të burgosave të luftës dhe të trupave dhe demilitarizimin e zonës së centralit nuklear të Zaporozhjes dhe ndarjes së energjisë midis Rusisë dhe Ukrainës. Këto gjë janë pranuar aktualisht, faktisht, dhe janë prezantuar edhe për publikun. Ndërsa për sa i përket territoreve, Amerika ka bërë të qartë që edhe mund të quhet që ato janë territore të panjohura për Ukrainës dhe ndoshta evropianëve. Ato nuk të njihen kurrë si territore që Ukraina i ka humbur, do të jetë pak a shumë ligje me Serbinë. Për shembull, shumica e komunitetit botëror në përqindje të konsiderueshme nuk e njeh Kosovën, dhe Serbia gjithashtu nuk e njeh Kosovën si shtet. Ata quajnë pjesë të territorit dhe quajnë çdo hartë çdo gjë. Edhe që ka përdorur dhe me Ukrainën. Ata nuk do t'i quajnë këto territore, shumica evropianë do t'i njohin këto territore, e të tjerë përgjithësi pala ruse do ketë versionin e saj dhe ata që janë alata të Rusisë do ketë versionin e tyre, dhe pala evropiane do ketë versionin e saj dhe pala ukrainase do ketë versionin e saj të territorialitetit dhe të tjerë. Ajo që unë dua të kuptoj për shumë shkurt, se dua të hidhem te pika tjetër, nëse Ukraina e pranon, po themi, këtë plan deri në 27 nëntor, është një marrëveshje win-win apo dikush përfiton më shumë? Rusia në këtë rast, apo Amerika, nuk e di. Dim që fitoria në çdo marrëveshje evropianët dhe Ukraina është e humbur në këtë aspekt. Pasi ne dim që ideja ishte që Rusia do thyet, Rusia do kalojë në kolaps, do vemi në Moskë, ishte për një farë kohë ideja, ose Rusia nuk është që forca tregojë. Kjo sigurisht është që fitore e Rusisë, pasi Rusia merr gjithçka që ajo ka kërkuar. Qartë. Gjuha ruse gjithashtu do të hyjë si gjuhë zyrtare sërish në kushtetuton ukrainase. Qartë. Ukraina është jashtë NATO-s, jashtë trupat e huaja nuk hyn në Ukrainë. Ukraina detyrohet që të heqë gjithë propagandën ultranacionaliste e të tjerë, do të kthehet në një quajmë buffer zone ose një zonë jastëk midis NATO-s, Bashkimit Evropian, Bashkëbas dhe Federatës Ruse. Pra gjithçka që Rusia kishte bërë të qartë gjatë me gjutashme diplomatike, sot po vjen nëpërmjet armëve. Dhe ajo që ne dimë është e qartë. NATO duhet të qëndrojë sa më larg territorit rus, flasim territorit slav dhe pjesës qendrore jugore të Rusisë, që është edhe pika më e dobët e Rusisë, siç ne e dim, pasi dhe Napoleoni dhe Hitleri këtë pikë përdorën për të hyrë në Federatën Ruse ose Bashkimin Sovjetik të asaj kohe dhe për ta pushtuar. Qartë. Ose gjermanët në luftën e parë botërore. Ata nuk përdorën veriun, Arktikun e të tjerë. Kjo është pika dhe më e dobët e Rusisë, por edhe Rusia është shumë proteksioniste në këtë pikë. Qartë. Kjo nga de facto shkon de jure. Pasi de facto Rusia është duke fituar dhe ka fituar aktualisht. Pasi ne dim që për sa kohë që ti detyrohesh të ulesh për të filluar negociata paqe, do të thotë që ti ke humbur gjë. Pasi fititari asnjëherë nuk ulet për paqe. Qartë. Ulet vetëm pasi ka fituar totalisht. Ndërsa ai që e ka 50-50 ose nuk e ka, e di që nuk ka për ta fituar, por thjesht e shtyr sa për ta shtyr, aty pastaj ne dim si funksionon gjëja. Gjithsesi mund të quhet kjo legjitimon de jure fitoren e Rusisë. Qartë, shumë qartë. Hidhemi te çështja tjetër, Eliano, se kam fjalën tek konflikti që po tensionohet çdo ditë më tepër midis Kinës dhe Japonisë. Nëse mund të na shpjegosh gjërat më të fundit nga ky konflikt dhe deri sa mund të përshkallëzohet? Mund të përshkallëzohet deri në një përplasje të armatosur apo do ngelet vetëm në rrafshin diplomatik? Atëherë, krahas konfliktit të armatosur rus-ukrainas, një tjetër konflikt, siç e dim, është duke eskaluar në territorin e Azisë deri lindore, midis Republikës Popullore të Kinës dhe Perandorisë së Japonisë. Lëvizja më e fundit ka qenë vizita e ministrit të punëve të Azisë deri lindore, Oqeanis dhe punëve aziatike të Japonisë, gjatim të kësaj fundjavë sërish në Pekin, për të takuar me ministrin e punëve aziatike të Kinës. Kjo ka ndezur një debat më publik për faktin se Republika Popullore e Kinës nuk lejon asnjë person që të filmojë brenda institucioneve të saj. Kjo është diçka e ndaluar me ligj dhe ata e kanë bërë të qartë. Po kësaj radhe kamerat u lejuan të hyjnë dhe është treguar në një mënyrë fort poshtëruese, ose është prezantuar në mënyrë fort poshtëruese superioriteti i Kinës për sa i përket presionit, pasi siç e dim fuqitë e mëdha janë shumë të afta për të bërë presion, shumë të afta për të treguar muskujt kur bie fjala për kombe ose popull të vegjël. Siç ishte Japonia në krahasim me Kinën, është diçka pa përfillshme. 128 milion banor kundër 1.5 miliard banor.
Dhe kur u shtreguar në videot e raportimeve të lajmeve, takimi midis dy ministrave, ku ministri japonez, siç e dim, asiatikët kanë përkuljen si shenjë nderimi, ndërsa ministri kinez ishte thjesht në një pozë shumë chilli, nëse mund ta quajmë, shumë të relaksuar me duar në xhepa, duke parë në një drejtim tjetër dhe duke dëgjuar ministrin japonez që diskutonte për kulje të tjerë. Gjë që është treguar ose prezantuar për mediave kineze, por dhe atyre aziatike, si një shenjë e superioritetit të Kinës, dhe faktin që Kina nëse duhet, do të përdori çdo lloj mjeti propagandistik për të treguar superioritetin e saj kundrejt palës japoneze. Siç e dim, Japonia pavarësisht se bëri një lloj kritike qeveritare për mënyrën e sjelljes, ministri i jashtëm kinez u mjaftua thjesht që ishte thjesht një takim, kamera nuk ishin pse filmonin. Pra kinezët u treguan të zgjuar këtë aspekt dhe u troqën të themi vëmendjen të ana mediatike që e bëri ekspozimin negativ, nuk se e bën ata ekspozimin negativ. Gjithsesi, në përfundim të takimit, ministri i punëve të Azisë së Kinës tha që takimi ishte solem, ishte i vështirë, por që gjendja ishte shumë e keqe dhe shumë e komplikuar dhe nuk duket të kishte zgjidhje akoma. Kina njëkohësisht ka vendosur një ndalim të gjithë eksporteve të produkteve të detit ose prodhimeve të detit japoneze, që janë nga peshku, prodhimet e peshku, frutat e detit të tjerë, dhe cila përbën një pjesë e konsiderueshme të eksporteve japoneze në Republikën Kombëtare të Kinës. Në njëkohësisht, kompanitë ajrore kineze kanë vijuar të vendosin Japoninë në listën e vendeve të kuqe pra me një rrezikshmëri të lartë, me mundësi racizmi, dhune, një anësimi nga institucioneve qeveritare. Dhe njëkohësisht në Japoni vetë kanë filluar incidentet me kinezët, minoriteti që ata kanë punëtorët e huaj ose turistët, në disa raste kanë qenë në një parking së fundmi për punën, për një rast vulgar në vetvete. Pasi që për një punë parkingu që eskaloi në dhunë, në rrahje dhe më pas në policia arrestoi kinezët, japonezët treguan që ata na provokuan, hyri diçka si konsullata, hyri njëkohësisht në lojë, tha që kjo është një anësi, kjo është racizëm etj. Pra gjëja po degradon edhe në grad popullsie në vetvete. Po njëkohësisht në Japoni ka filluar protestat kundër kësaj lëvizje të kryeministres Takaichi, pasi vetëm gjatë fujave disa qendra protestues kanë dalë në rrugët e Tokios dhe qytete të tjera të mëdha duke protestuar kundër retorikës së luftës, dhe adaptimit të armëve bërthamore dhe të shtimit të konflikteve me Kinën. Në Hiroshima dhe Nagasaki, të bietuarit ose familjarët atyre që humbën jetën në bombardimet atomike të SBA-s kanë theksuar që Japonia do të kishte nxjerrë mësim nga ajo që ndodhi, jo të krijonte sërish ose të kërkonte të krijonte rimilitarizimin e vendit dhe shtimin e konflikteve me vende që ne dimë që Japonia i ka okupuar në të shkuarën, ka bërë krime lufte në të shkuarën deri në gjenocid. Siç e dim, Harbin dhe njësiti 731 ka qenë Auschwitz i Azisë, me 300.000 popullsi të pafajshme kineze, korean, rusë të tjerë të pushkatuar me eksperimente njerëzore të tjera. Gjë që qeveria japoneze sot as nuk e përmend fare, ndërsa Takaichi e ka bërë të qartë disa herë që ato janë gjëra që përkasin luftës, është shumë larg nga këto gjëra, janë të diskutueshme sa kanë qenë të provokuara, sa kanë qenë të këlloj. Pra që janë dekada skandaloze nëse do të kalojmë ose do të shikojmë gjën në anën e palëve të viktimës, siç janë kinezët në këtë rast. Njëkohësisht, se shumë ekspertë në Taiwan kanë qenë skeptik ose kritikues të gjuhës së përdorur nga kryeministja Takaichi, qeveria aktuale duket se ka treguar një lloj, le të themi, afrimiteti me të, ndomos me shtimin e tensioneve midis Taiwanit dhe Republikës Popullore të Kinës. Qeveria japoneze ka pranuar riorientimin e eksporteve të produkteve të peshkut nga Kina në Taiwan. Treku kinez në trekun taiwanez. Po. Njëkohësisht ata kanë filluar edhe dekada zyrtare, për shembull dje edhe sot, nga ana e qeverisë, të cilët ose zyrtarëve qeveritar, të cilët e pranojnë, mund ta quajmë e pranojnë në thonjza protektoratin japonez dhe
nëse koordinimi midis ushtrisë tajvaneze dhe asaj japoneze do të ndodhen një të ardhmë të afërt ose të largët, kjo është çështje që i përket Tajvanit, si një shtet sovran, i pavarur, i njohur ndërkombëtarisht e të tjerë. Nuk i përket Republikës Popullore të Kinës, shërbase të tjerë për ta vendosur nëse ata do të bashkëpunojnë ose jo. Gjë që sigurisht ka shtuar dhe ka vijuar të shtojë deklaratat agresive ose të ashpra nga ana kineze. Ku Ministria e Punëve të Jashtme po thotë ditë për ditë sot, po në të jashtë të Republikës Popullore të Kinës. Pra ideja është që Tajvani po kërkon në një farë mënyrë mbrojtje në Japonisë. Po e kërkon, nuk po them që po e kërkon de facto, po në një farë mënyrë po luan me presionin ose situatën aktuale, duke bërë të qartë për palën kineze që ashtu si Kina ka latë e saj, flasim Korenë Veriut, Rusin, Vietnamin e të tjerë, ashtu dhe Tajvani nëse të shkojë gjithë një eskalim, nuk ka përqim vetëm me SBA-n, SBA që sot është 15-50 në vetvete, pasi SBA ka bërë qartë që ne nuk do të hyjmë në konflikt me Kinën për Tajvanin. Qartë. Administrata e Presidentit Trump ka bërë që kur ka ardhur në pushtet, kur u bë pyetja Tajvanit, ata do ta suportojnë Tajvanin, por asnjëherë nuk ka për të shkuar gjë deri në një konfrontim midis ushtarëve amerikanë dhe ushtarëve kinez, nuk ka për të ndodhur kurrë. Ndërsa Japonia ka bërë qartë që ka për të ndërhyrë. Dhe Japonia nuk është se ka një ushtri të madhe, ta quajmë, në krahasim me ushtrinë kineze, e cila ushtria kineze ka disa qindra milion ushtarë, që më madhe në botë pak a shumë. Sigurisht. Ndërsa Japonia ka diku te 200.000 ushtarë, por gjithsesi vetet një potencial i rrezikshëm, pasi Japonia është zhvilluar teknologjikisht, është aspekti teknologjik. Është aspekti teknologjik i Japonisë, pikërisht. Ne sigurisht në krahasim me Kinën të dyja, si Tajvani dhe Japonia nuk kanë shans, nëse Kina përdor potencialin e maksimal të saj ushtarak dhe teknologjik, ne dimë se do ka përfunduar gjëja, plus që Kina është fuqi bërthamore. Nëse Kina mund ta shikojë gjën, kam përshtypjen që Japonia luan me reputacionin në këtë rast. Në sakt, kryeministri ata kanë luan me reputacionin. Pra, me atë reputacionin e Japonisë historike. Japonia nuk do të triqet kurrë mbrapa, nuk ka për të bërë kurrë një hap mbrapa ose për të treguar e dobët edhe një herë, ose ka për të treguar gjithmonë muskujt. Po. Dhe ka për të vijuar traditën e lavdishme që ka pasur historikisht. Për këtë po them që luan në këtë rast, pala kineze ka bërë të qartë që kjo nuk është Kina e 1131. Sigurisht. Ose Kina e 1137-s që ti mund të vish, pushtosh, të vrasësh, të bësh. Kjo është i Kinë sot ne e dim, i superfuqi ekonomike, ekonomia më e madhe në botë, një superfuqi teknologjike, me një ushtri me qindra milion ushtarësh, se ata do të bëjnë një mobilizim masiv, dhe me një teknologji që ne e dim që kjo teknologji sot ka ndihmuar Rusinë që për 4 vite dhe ky suport ekonomik e të tjerë ka ndihmuar Rusinë 4 vite në Ukrainë. Por ne e dim, nëse Japonia ka për të kërkuar ndërhyrje të tjerë, SBA është me shumë pak gjë që ka për të ndërhyrë në një konflikt drejt për drejt me Kinën. Pasi ne e dim që është fuqi bërthamore, dhe siç e thash, Kina ka arsenal bërthamor, nga 3 më të mëdhenj në botë. Kështu që në rastin më të keq, ata kanë bërë të qartë. Nëse ne duhet ta bombardojmë Tajvanin, do ta bombardojmë, do ta ndërtojmë siç u ndërtoi Hiroshima dhe Nagasaki. Qartë. Nuk është se ka një gjë të jashtëzakonshme në këtë pikë. Dhe ata u bombarduan dhe u rindërtuan. Dhe sot janë në rregull. Edhe neve, nëse do të shkojmë në atë pikë, bombardimi ka për të ndodhur dhe më pas e rindërtojmë, se është diçka e jashtëzakonshme. Qartë. Ata më shumë e kanë për çështje prestigji dhe për çështje krearie kombëtare se sa kanë popullsinë. Atyre shumë pak u intereson popullsia e Tajvanit. Gjalla vdekur. Është e vërtet. Ajo do ka për miliona, nuk është se ka për të ngel dikujt tjetër. Ata rreth 20-30 milion janë gjithë aty, nuk është se janë në një. Është Pekin. Pekini pak është shumë 20 milion banorësh, po marr i gjithë, nuk është shumë problem i madh. Madje me këtë rast zgjidhet problemi e popullsisë anë perëndimore. I heqim nga një pjesë që në Tajvan. Qartë, mirë. Shiko, Japonia vërtet është e demilitarizuar, megjithatë, siç e thash, Japonia luan shumë me reputacionin që ka, pra nëse Japonisë i jepet leja për të militarizuar me teknologjinë që ka dhe me efektivitetin dhe strategjinë që ka, ajo e arrin Kinën dhe ndoshta edhe te kalon Kinën shumë shpejt për shkak të. Megjithatë, kjo ngelet për tu parë, nuk dua që të spekuloj në këtë rast. Japonia ka problemin e popullsisë që Kina nuk e ka. Kina ka një linçuri të madh, Japonia sot është, le të themi, vendi më i plakur në Azi, i vendi shpejta, dhe që besohet që vetë kryeministri indian Shinzo Abe kur foli për punën e liçërisë, tha që Japonia deri në 2100 do të ketë rrezik për të zhdukur si një kohë. Pra do të shkojmë në atë pikë. Do vdesin të gjithë dhe duhet të ulemi dhe të ta zgjidhim problemin e lindjes
ose Japonia s'ka për të mbjetuar, do të jemi thjesht një komb i krahasueshëm me Poloninë sot, me 30-40 milionë sa 50 milionë banor, shumica të pensionistë, të vjetër dhe një rini që sot rinia japoneze sot për shembull nuk është se është me dellin patriotik që ka Kina. Do ta bëjmë qartë të gjithë. Shumica e rinisë japoneze nuk ka për të vajtur në luftë. Nuk ka për të marrë armë të shkojë të luftojë. Kjo është ajo që njerëzit nuk kuptojnë, ditin që po ndodhen në Evropë sot. Është e njëjta gjë. Nuk ka për të marrë armë dhe të vinë në luftë kundër Rusisë. Është zero mundësi, ose është me shifra 15-20%. Është e njëjta gjë si me rinin japoneze dhe me rinin gjermane këtej nga Evropa. Pra kanë qenë si thua projekte të qarta për t'i demilitarizuar ato. Nëse se s'dua të zgjatem më shumë këtu, se do flasim për Japoninë. Dua të kaloj tek një çështje tjetër që përfshin në fakt Bielorusinë, marrëdhënien me Perëndimin dhe me Rusinë. Apo e përdor Lukashenko, presidenti i Bielorusisë, lirimin e të burgosurve politik, po them, si monedhë për të bler lehtësimi, për të bler, po them, lehtësime nga Perëndimi, apo janë kurthe diplomatike këto që ai po përpiqet për të luajtur sa kënej sa andej, shkurtimisht. Atëherë, një nga qëllimet kryesore që ka qenë së fundmi, pavarësisht eskalimit të retorikës së ashpër së Bashkimit Evropian kundrejt Rusisë, planeve të paqes e të tjerë, ka qenë fakti që Polonia dhe Lituania kanë hapur krejtësisht, plotësisht në shkallën 100% kufijt me Bielorusinë. Pra sot mallrat, njerëzit, kapitali, produktet mund të udhtojnë 100% të lirshme midis Polonisë dhe Bielorusisë dhe Lituanisë dhe Bielorusisë. Në gjitha pikat kufitare të hapura. Polonia kishte përdorur deri këtë vit vetëm një pikë kufitare. Terespol Brest quhet. Por tani gjitha pikat janë hapur, flasim në Grodno, Białystok e të tjerë. Lituania njëkohësisht pati një mbyllje për 2 javë për shkak të incidentit që ndodhi me balonat që çonin kontrabandë cigaresh e të tjerë, një gjë që s'u mor vesh se çfarë ishte, por që ata e bën një mbyllje 2 javore, por që ata e hapën sërish kufirin, e kanë hapur sërish. Njëkohësisht gjatë kësaj fundjavë ka qenë dhe lirimi i rreth 30-31 të burgosurve politik Ukrainas, ose le të themi qytetarëve Ukrainas, të dënuar në Bielorusi për krime spionazhi, sabotazhi, marrje koleksion informacionesh, hyrje të ligjit me propagandë qeveritare të tjerë. Njëkohësisht gjatë kësaj jave është thënë që do të vijojnë takimet me palën amerikane, ato po diversifikohen. Dhe heqja e sanksioneve amerikane ka ardhur në fuqi aktualisht kundër kompanisë Belavia dhe ato janë shtuar duke shtuar pikat që tashmë Bielorusia mund të blejë pjesë të avione Boeing e të tjerë nga kompanitë amerikane ose nga filalet amerikane. Flasim në Azi e të tjerë, ku ata kanë shumë marrëdhënie. Pra sot fluturimet direkte midis Minskut dhe Shtetet Bashkuara ekzistojnë. Kompania Belavia operon normalisht dhe ata mund të blejnë pjesë shkëmbimi avionesh, rikuperimi, restaurimi e të tjerë e të tjerë. Kjo që duket vin, siç edhe ju e thatë, si rezultati jo vetëm i dialogut, por edhe fakti që presidenti Lukashenko është duke luajtur politikën e balancimit me Rusinë dhe Kinën. Pra dominimi duket se nuk është aq pozitiv sa duket në kamera, në videoreportazhe ose në edicionet informative. Dhe Bielorusia duket se është lodhur, njëkohësisht do ta bëjë të qartë që ajo nuk është një lloj Ukraine e dytë. Pra ne nuk kemi një lloj Ukraine, një lloj shteti kukull që përdorimi sa për figurë në kontekstin ndërkombëtar, po jemi pjesë siç kemi qenë në kohën e Bashkimit Sovjetik. Që Bielorusia dhe Ukraina ishin pjesë e Kombeve të Bashkuara, po ato ishin thjesht në letër. Pasi de facto ato ishin pjesë e Bashkimit Sovjetik, ata nuk ishin një vendimmarrje të tyre. Bielorusia ka bërë qartë që ne nuk jemi si në kohën e Bashkimit Sovjetik. Shtimi i marrëdhënieve me Perëndimin synon balancën, po dhe një ringritje të ekonomisë, për sa i përket marrëdhënieve me produktet perëndimore, kapitalin perëndimor e të tjerë. Njëkohësisht kanë vijuar edhe diskutimet me palët aziatike, flasim si Korea e Jugut dhe Japonia, të cilat kanë qenë dhe jo të vetëm fort prezente në Bielorusi, për të shtuar marrëdhëniet me to, në atë që duket si një kundërbalancë kundrejt edhe Kinës, pasi Kina është një histori më madh aziatik në Bielorusi. Gjë që bielorusët duket se nuk janë dhe shumë të lumtur për këtë gjë. Ose le të themi ata nuk e tregojnë, ose ata e enfazojnë si një marrëdhënie vllazërore. Por gjithsesi janë vetë një marrëdhënie shumë e komplikuar në vetvete. Pasi siç kemi thënë,
një dominim asimetrik, nuk të bën të një partner, nuk të bën të një alat, të bën thjesht një lloj ose konsumatori ose një faktor i varur për tyre. Pra, prej Rusisë në arën e armatimeve, raketat Orishnik, që janë të distrohuara, mbrojtjen, gazin, naftën, vajin rus, energjinë ruse të tjerë, në arën e Kinës, arën e investimeve infrastrukturore, kredive të buta e të tjerë. Gjë që nëse këto shtohen shumë, ne dim se çfarë do të ndodhi. Kur ti nuk mund t'i paguash, pasi ekonomia bieloruse nuk ka atë lloj aftësie që të mund të bëjë një pagesë të shpejtë ose një atë bum ekonomik që mund të tregojë që okay, unë jam edhe pa ty të qëndroj. Pra kjo gjë duket se kjo është edhe një lojë e presidentit Lukashenko, që është bërë më parë, gjatë kohës krizës 2005-2006 për gazin, Lukashenko u kthye krejtësisht ndaj Bashkimit Evropian në anën e marrëdhënieve ekonomike të tjera, ku ishte kriza me Rusinë. Në kohën e luftës së Qumshit në vitin 2009, kur Rusia ndaloi produktet e Qumshit në Bielorus në Rusi, Bielorusia bëri licencimin dhe dërgimin e tyre në Bashkimin Evropian. Qartë. Ndërsa aktualisht ka qenë një incident gjatë këtij muaji ku Rusia ka ndaluar produktet e mjaltit bielorus në kufi. Disa ton mjalt bielorus u ndalua dhe tani kanë filluar diskutimet me palën e blau i stokut të tjerë, pasi ata kanë qenë konsumatorët kryesorë të këtyre produkteve, për t'i dërguar ata në Poloni. Pra duket që edhe pse televizori ose media ruse tregon aleancën të Çelik, të Ford, nuk është e tillë situata. Divergjencat ekzistojnë. Piparet e kundërta ekzistojnë dhe presidenti Lukashenko ka qenë dhe mbetet një nga mbështetësit më të fortë të planeve të propozuara nga amerikanët. Kryesisht ai është treguar i matur, ka thënë në dialog me Rusinë, por sa herë që në kohën e tanishme të presidentit Trump, që planet e propozuar për përfaqen, ai ka qenë mbështetës kryesor i tyre. Madje, në një intervistë të dhënë për mediat amerikane, ai ka treguar një lloj episodi komik në vetvete, ku kur pala amerikane vinë dhe ai viziton atë në Bielorusi për të vijuar dialogjet e të tjerë, ata gjithmonë i kërkojnë që t'i përcjellë fjalë presidentit Putin. Pra, a mund t'i thuash atij për këtë gjë? Si ti jetë sekretar, po themi. Po, dhe ai në intervistë thot, po ju, ai ishte presidenti Putin. A e takuat atë? Atë pse do t'ja them unë personalisht? Po sepse fjala jote ka një lloj tingulli tjetër, ka një lloj perspektive tjetër. Pra duket që dhe amerikanët vetë janë të interesuar për këtë aspekt. Pasi edhe pala ruse, nëse ata shikojnë që aleatët e tyre si Kina, Kazakstani ose Bielorusia fillojnë të propozojnë, përshpërisin, shtyjnë retorikën e paqes të tjera, dhe ata e kuptojnë vetë që ta nuk janë aleat ose shtyllat të themi solide, të cilat mund të mbështetesh pafundësisht. Pasi edhe Bielorusia, siç e kemi thënë, është një popull krejtësisht i ndryshëm nga ai rus. Qartë. Një shtet krejtësisht i ndryshëm, me perspektiva politike, zhvillime internale dhe eksternale krejtësisht ndryshme, dhe sigurisht, nëse ata do të shikojnë një mundësi, opsion, forcë më të mirë për ekonominë e tyre, për zhvillimin e vendit, ne dim që kanë për ta bërë në fund të fundit, nuk është se ka diçka të jashtëzakonshme në këtë pikë. Pasi kapitali amerikan sigurisht e superdekalon kapitalin rus. Patjetër. Ndërsa investimet që mund të vinë nga vendet e tjera të Azisë, si Korea e Jugut, Japonia, unë vetë i kam parë. Shumë produkte medicinale, kozmetike të tjerë në Bielorusi, por thuajse të gjitha japoneze dhe koreane jugore. Rinia kryesisht është e apasionuar pas muzikës amerikane, le të thënë ata anglosaksone, animeve japoneze, mangave të tjerë, popit korean. Pra, kjo është diçka që është edhe një trend kulturor, nuk është diçka jashtëzakonshme. Popullsia ndjen vetë më të lidhur me këtë pjesë euroatlantike ose këtë të Azisë verilindore, se sa ndjen me Rusinë në shumë aspekte. Qartë. Këto trende njëkohësisht edhe influencojnë vendimet e qeverisë. Plus siç e dim faktori i balancës, siç e kemi përmendur, balanca është gjithçka në politikën e presidentit Lukashenko. Prandaj ai vajte diku te 31 vjet në pushtet. Qartë. Shumë mirë, Elianos, unë të falenderoj shumë për bisedën dhe për gjitha informacionet që na solle andej nga Polonia. Falenderit jashtëzakonisht. Mirë ishim me studiuesin e çështjeve të sigurisë globale dhe të politikës ndërkombëtare, Elianos Kasaj, folën për disa zhvillime me mjaft rëndësi në Evropë, në Ukrainë, në lindjen e largët dhe sigurisht në lidhje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjithmonë aty në qendër. Ishte ky aktualiteti edhe për sot, ne do të shihemi nesër, deri atëherë qëndroni me NTV.